Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e hënë 30 qershor 2025. Dashi. Dita e rikuperimit. Ju mund të jepni shumë dhe të bëni shumë, edhe ndaj të dashurit tuaj. Punë e re dhe mbi të gjitha një dëshirë e madhe për të rikthyer në skenë, bashkëpunimet e reja janë pozitive. Demi. Pasdite vjen një energji e mirë. Mundësi të reja në punë nëse jeni një profesionist i pavarur. Binjakët. Ekziston një shqetësim i vogël trupit, ndoshta pak i lodhur, i përcaktuar edhe nga fakti që në këtë periudhë keni shumë gjëra për të bërë ose ndoshta shumë ankthe, shumë shqetësime. Gaforja. Nëse ka diçka për të sqaruar në punë ose në dashuri, kjo ditë është më e mirë se e kaluara, mund të bëni paqe me dikë me të cilin keni diskutuar së fundmi. Luani. Kjo mund të jetë një ditë e rëndësishme për punën tuaj. Një element i forcës që përfshin jetën tuaj është pikërisht dashuria që mund të japë përgjigje pozitive që nuk i ka dhënë kurrë deri më tani. Virgjeresha. Një ditë shumë interesante, ju ndjeni më shumë energji dhe gjithashtu një ngarkesë e shkëlqyeshme që ju projekton drejt një të ardhme pozitive. Konsistenca në ide është një cilësi, por në dashurinë tuaj, ju keni qenë subjekt i mendimeve të dyta për disa kohë. Peshorja. Një fillim jo shumë emocionues i ditës. Sot ju merren mendimet, tensionet, vëmendja ndaj provokimeve. Akrepi. Emocionet e reja, detyrat që kanë mbërritur kohët e fundit janë të rëndësishme, por është po aq e dobishme të vendosni në rregull të gjitha situatat e jashtëzakonshme, ju pret një periudhë e vështirë. Shigjetari. Yjet ju japin ide krijuese që mund të shfrytëzohen gjatë javëve të ardhshme. Dikush duhet të marrë një biznes apo edhe ca para për të provuar dhe për t'u përmirësuar. Ndjenjat gjithashtu mund të zgjohen pozitivisht. Britqapi. Të gjitha mundësitë e punës duhet të shfrytëzohen, kontaktet me mjedise të tjera, udhëtime që mund të sjellin lajme të rëndësishme. Jeta familjare ju jep kënaqësitë më të mëdha. Ujori. Keni bërë shumë gjatë ditëve të fundit, prandaj mund të vuani nga një rënje e vogël fizike. Konkurrencë e ashpër. Peshqit. Një dashuri mund të lindë, një marrëveshje mund të rinovohet. Rritni ngarkesën tuaj të pozitivitetit. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.